Thonë, a mirë mbroma, a mirë dita, a qa me thonë? Para lajmin për këtë shqiptarë, për këtë shikus të mi, për këtë ata njerëz që ma dojnë mirën, mas por ju përshëndetje tonë nga zemra, do thonë këto qindra para juve, njeriu më i madh në rrjetet sociale TikTok. E kom një lajm për të tonë juve, i rujt zotit të tonëve, nashta për ja 2 vjet ju merr malli, për shkak se ata janë emrat s'po du mja përmen, për ju e dini shumë mirë kush orëm ka rrejnë për vetëseja, ma kanë shkykyt ceva kres. E falënderojna Zotin dhe e falënderoj Allahin kush i fal, për shkak se Zoti është i madh edhe në mrehen për parë, pagun me parë më mreh. Edhe tash janë të arrestuar për punën tem. I presim në anë verë më ardh. E për ata kur që ju merr malli për ata 2, të keni të tonë me di për fat të keq, në përja nuk qenë modo. E për ata nështë veç të tregoj për shkak se nuk e di çfarë do të bëhet hiç. Po ju që keni diçka problema, diçka me ta dilishli se ma nuk ekzistojnë ata. Nuk qenë mon, do me thonë, rrjetet sociale dhe për fat të keq, nec nuk kanë. Ka shumë problem mas se nuk kanë nec. E për ata i bëj thirrjet e tonëve që ata që e dini që erdhen edhe në mrehen njerëzit për porë dhe do me thonë për fam, për fat të keq që ka orë funë, e për ata i këmë thonë të tonëve dhe për thëma petë që rrinin drejt kur Zoti, mëse mëse Zoti që hupë. Dhe falënderoj Zotin që në fund, shumë njerëzit dilshin e lushin me ato të sejvat e kres që u rrera si mavdyllin, bëjshin e i gare me rresi mavdyllin. Shoshni të fort, u pagu pare madhe më rrera si mavdyllin. Po tash, të këshujmë qa për ndo tash, të këshujmë shfa shoshni e ka, të këshuja për i leon shoshni e në bërg ata. Këta është të vërteta. E të keni të to me ditë që për shkak qësoj pune, shola Allah e bën mirë, kush që të meriton edhe do të shkën Allah. Edhe kjo është e vërteta, edhe do me thonë që jëm i sigurt për gjithësin sem, që s'ma një për ta ishë për kërkon ishë, po kryesori është që në fund, Allah e qënë ato çdo një për ju e që të meritësh. Por shkak se dëshin me ceva, ato kresi o rrera si ma vdyte, më thonë dite premë të dite Zotit, kush i falë. Shumë u bënë me menuë, ditë premë të nga në rrejmë, unë kanë për gjokë, po pas ka Zot për të tonë, edhe për ata falënderoj në Zotin, falënderoj edhe të këtë njerëzit e mirë, ata që shumë njerëzit që ku minë, po dikujnë ashtë edhe ka botë qefi, edhe në më rrehen për emën, me bo emën dhe me do me lypë gifta në emën të. E për ata të këtë të tonë me di që për fat të keq, ju kanë do diçka që ka ko pak ma gjatë të dytë, edhe jonë të tash i vinë do të dëshit vinë, po me emër Zotit ata ma nuk i sheni. E për ata, mos e vedi kush qa bo të ku bo. Ju e diri shumë mirë ata 100% që një më rrej keq, që më rrejnë keq për tyne, po e falënderojnë as Zotit që në fund, edhe në më rrejnë për pare, për me bo emën, ju vesh mund për rrejnë edhe shumë tjerë shqiptarë, e Zotit nuk dërej. Zotit kush i fol nuk dërej. Allah i kush i fol javë qëj, çdo njonit për tyne. Edhe kjo është diçka që falënderoj Zotin, falënderoj Allah që Allah i mund më shpëtoj, e Zoti aty një javë qëj me shku venin ku e kanë merituar, edhe kjo është e vërtetë, ju dua shumë edhe respekt për çdo shqiptarin, për çdo shqiptar, anë në botës. Mos më shkruani sa të dakik. Çao bo të këtë bo. Su bo kuç, veç për ju kallëzoj që kena fest, ata janë 2 të arrestuar për së punës tem. E falënderoj në Zotë, kush i fol që Allahi më shpëtoj, se në ashtë edhe si shahi sot hiq, edhe kjo është kënaqësia me madhe në herë një tem që ka ndodhë. Ju i rujtë Zotit e tonëve, i rujtë Zotit familjen, po për të rrugashë, për të lapera, këta meritojnë venin që ato ku kanë me shku qëtash. Kjo ka të ishto, edhe për ata mos e vendin sa të da kikë qa bo që ka ndodhë. S'ka ndodhë kur me gëzushëm, kur me i lumë të sim kom. Por shkak se mi rrehen keq, ma kanë shky kryt në të nonë, për këfon, më rrehen ditë premte, ato të keni me dijet e tonë, për shkak se ka ndodhë, shka që e kena prit e tonë. E për ata e falënderojnë as Zotin kush i fol, që Allahi na mundson, edhe ka pak ma gja. Edhe nuk manin bëtha për as njota. Po tash të këshyri se kanë shok të fort, të këshyra pa mundet me nëzirë për i burku. Edhe do thonë jëmë ziha cen, do thonë jëmë i sigurt, jëmë ku që shkë jëmë i përcim, për s'kësha që së më hamë bëta për ta, jo, së bëri më rak. Po që për ju kalëzaj, që ata jënë në burg, për fat e mirë, edhe son të kena banket. Son të do të bojnë banket kështu, për shkak se kur ma i gëzushë për që ma ka folë Zotë ju më nësim konë.
këta rrugoqa, këta lapera, këta që rrejnë shqiptar, përtësojnë shqiptar për lek, ose vrojnë shqiptar për lek, këta nuk e kuritojnë dikun vish burkun. Këta e ndërsa ka qarë, jënë dhe lapera të rrugës, që e shesin bëth, në shesin dhe familjen e vetë, për me donë me rrejnë shqiptar, me përgjak shqiptar rrugës. E kjo është diçka që është shumë keq që ka ndodhë. Unë ju pështeta vetëm Zotit kur fshin fol, edhe Zotit kur fshin fol ma qëj ato që mu luta ditë e natë, tash do të këshyrum, do të rahatojmë, do të festojna qitfar mjedhimi që ki, edhe kjo është e vërteta. E për ata për shumë të shamjet e mirë, për shumë njës të mirë që dikush të kjo ashtu, qëra peshe, ku t'jesh i mesëm, ata më rrejnë mu, ata më mytën mu, pa Allah nuk u mytë, i myti ata tash. Ta shumë e rri me shëshnin mi, me vlozën e mi, me njerëzit e mi, edhe festoj, e ata rrinë do vitin prezore. Më stjarë nuk ishtë, edhe s'ka djollë në që më një gjerë. Kjo është e vërtetë, dhe është për shkak se e kanë meritue, e për ata kur për jo thëmë si gjaku shqiptarët në kupë, edhe këmë thonë që ju këmë betu të tonë dhe juve, që një dit do të da vime na vizitua në vere. Edhe tash nga ka ordita që me emër Zotit dhe të vinë, nëse bëni marak. Kjo është që ka ndodhë. Po që ata që i të idet që më konë mirë, po shka se nga thirë dhe këta këtu që s'po du tash me përmena me cata kekse për cila dhe vetë tash 24 orë, kanë thirë më kanë kalëzu që të me thonë që i kanë hopë, edhe presim tash që pëndodhë të pëndodhë. Ju mundi më para gjëku, ju mundi me po që dush, pa ta e pagulisht në me pare, jenë orë me pare më kanë rej, më kanë pështërsu, pasagale, kanë qitë vedjet, keshe me mu, bëshin e i garë me një vlot vete që kanë rejtë se i vakres, po ju lumët, bravo ju kof, po ju ka arë fune. E falëndërojnë në zatin kof që i falë, tash të shkojnë për Dubai, i kom qumë përshim, të shkojnë përshim, edhe ka gjatë do vite, do më thonë dhe që të arritin, nga tje, se ka gjatë si largë me shku. Kjo është e patita. Edhe mësën vetë i sa dhe kikë mësën shku, i qa botë të gobo, se ju e dini ma mje sëne, shumica njëzve, shumica që të qeni e dini ma mje sëne. Ju bënë të gëzu shumë që i ka kop shteti, se nashta kish vrati kush të dytë. Pse s'durojnë shqiptar me shku mi një ceva, mi rej shqiptar ceva, me bo marrinëm, të vlozit dhe vetë, të shqiptar të vetë. Po shqyqyro zët që i ka orë fune. E për ata, i rujtë zotë juve të tonëve, mësën vetë një satë da kekë. Kjo është e vërteta, mësë vetë disa dakik që o bote kam do të s'kam do, kush vishë këna shqyë zotit është, e fandrojnë a zotit që hojnat, robelat të rrugës, drogagjit, që rrejnë shqiptar, ju ka orë fune. Që ta kena gëzim, prejsim të shabë bote këpë botë, edhe ditë në mirë. Të keni të to me dje, kush qatë shkruni, kush qatë bëni, këtë mundi me morë për asysh, pa petë për vete keni. Ju rujtë zotit të tonve, ju rujtë allojt të tonve, ju njëzit të mirë, e unë kësha zemët të tonve, mos e meni me laperat rrugës me rrugosha, mos e meni me sene që i si u takon, këshoni në vetën, mos e këshoni me fut vete, se na që shtu e kemi zënat, edhe mos e këshoni më brojt me hojna, me lapera, me rrugosha të rrugve. Edhe vjen shumë keq nashta por keq shikus të tyne, që nashta shikus ka pas shikus që jenë gëzu, ata që i rejnë shqiptarë dhe bojnë kësi senesh, po ju bëj thire, këtë juve shikusve tyne, për fat e keq, nuk i keni ma në rrjetet sociale, pësi ka hungra këmagja, e për ata që ku të rejnë shqiptarë, për shtë së një shqiptarë, kjo të ndodhë edhe ndodhë, e për ata ju rujtë zotë juve. Ju rujtë zotë, ja rujtë zotë i familjen, o popli ja maj mirin botë, rrinin drejtë se Zotit t'i japë krejtë. Kjo është e vërteta. E ti mos më thërë sa të dakik, që po më thirë sa të dakik, ka po me ditë, mos më thërë, hish asë një mos më thërë. Asë një du me pas punë ju. Ikni bre, lem një rhatë, apo më lorë rhatë. Kesh hongra, pina, ushetita, edhe i knashtë i lumëtër, kur ma i lumëtër si më konë. Kur ma i knashtë si më konë, pesëm që pëtëm. Kjo është e vërtetë që bëdhëm, kur me i lumëtër dhe kur me i knashtë, pe që ma ka dhonë zotë ju më që më. Hojnët, drogagjit, njëzit e poshtër, njëzit e flishtë,
Kriqat i duhet pishu. Ja qënë Allahe. Kur përshtërsoj shqiptarët, mirësh me droga, me të shqit femna, të përshtërsu shqiptarë, ta qënë Allahe një tit. Vjen pe Allahe një tit. E të mashe qëtë video, qysh rejë shqiptarë ceva kres. Edhe i mërë një ata për ndregat edhe bëni hajgare me njerëzit, me vlazën të jovë, me shqiptarë të jovë, me njerëzit që edhe një do të thonë, me njerëzit që ju dhanë vlefë shumë, edhe ju dërë të bërë të marina. E për ata, ja keni bo vete. Që i bën njëri vete, këj bota më qusë të bënë. Kjo është i dirëshit i qitë videot, edhe u kalë zëshit bosa. Bravo! Që keni bo vete? Unë i qafë këmë bo, ja ka bo shoku jovë. E do më thonë që i bën njëri vete, nuk i bën kërkujna heq. Vesh vete njën, që ti bën njëri vete, se me pas men, me pas ftyrë, nuk reklamën i shqiptarin jovë të e reshto. Të përshtërsu një shqiptar të quvin. Po Zoti është i madhë, me rret, me mytë, me dur të juve. Po Zoti nuk me mytë. Allah i kofshi falë, mu më shpëtoj, po ju mytë juve tash. Zoti kofshi falë është i madhë për të tonë. E për ata që më zbëni marrin aty rej shqiptar, të përshtësu shqiptar, të ju bo vitëvi shqiptarve, se ju vjen dita çdo një unë pju ishtu. Do ta qënë Allah ato. Pse çdo shqiptar ka një non, ka një vlla, ka një motër, ka në ashtë një dashamir. Edhe nuk që shqiptar që kur ju hojnat, ju rrugoshat, ju laperat, që reni shqiptar, vrani shqiptar, shqitni femna, shqitni drog, kasirati shqiptar, nuk qenë kejtë ashtu. Po ju vjen dita që ishtu, tash edhe rrini me vite në përgjama. Pse Allah ja qënë çdo ku ja qënë Allah i kofsi falë. E për që ata, mos bëni marrina që s'duhet me bo. Pse marrinat e juve jënë shumë të poshta, shumë jeni të flisht. Mos e poshtërsoni shqiptarinë në botës. Unë njëzit e poshtër, unë njëzit e flisht. Pse tash edhe miliardat mi pas nuk ka qaj vynë. Nuk ka djallë nëmë që më zire, s'ka qaj vynë jeta, ku ti mani tash gjithë këtë në përgjama. Po shumë kesh për juve, shumë kesh. Mu vjen shumë kesh për nështë ju e keni meritu që shto. Ju du të me gëzu Zotë, se Zotë javë ka shu to. Kofshi falë. Allahe javë ka shu, pëse nështë ju kish vradi kush për jashtë. Pëse keni rej shumë shqiptar, keni përshtësu shumë e njëzje. E për ata Allahe nuk përbalanat zollëm qarin. Ta shënë Zotë. Ta shënë Allahe kofshi falë. Çdo njënë që mund si ty, si ati, si ati. E për ata, ju rejni ditë të lumëtër, inshallah vini mirë. Shala dhe Zoti shijem, s'kena më shkullar, kena më po. Edhe kjo është e vërteta i rujtë Zotit e tonëve familjerisht. Që më thonë t'i dhe se? Po për ata kur të përshtërsani dikën, ju përshtërsan Allah i kofshi folë. Edhe të këshyri ta shfash është një, ki qysh për nëzirësh është një ju. Apo jo lonë burk, apo jo nëzirën. E për që ata mësë, bëni bëdoll me shqit bëthë, për ka 50 mirë, se 50 mirë se janë kozgjeq. Apo ishe, kimi villa të porë që i keni morë. Ju më keni remu, më keni përshtërsu mu, e vërtet. Po keni mi villa të pare që i keni morë. E kjo është diçka që i bën njeri veti. E përshtërsan njeri vetë, e shet njeri len familjen e vetë, i len në 7.000 e vetë, rëpët e vetë shmis, për me rej shqiptar, me përshtërsu shqiptar. Ajo është marrija me e madhe në botë që i ndodhë në jetë dikush, që i bëni shqiptar. Ta shënë Allahi, ta shënë taksiratin Allahi, zhdënjonit. Zhdënjonit, e për ata, a bishe që nuk shkën kanoa pilar, ka thonë i mëshme edhe plesh që ka përru, nuk shkën kongë dhe mi ujë. Të përshtërsu njerëzit, të rej njerëzit, të kasirat njerëzit, të rej njerëzit ceva, kresë. Shqiptar të jo të rej. Që ka ordita? E tash, që ta keni lypë, që ta keni gjithë. Pa apet, bënu të knasht, pasha Allah, bënu të knasht që jeni ronë bërk, edhe nështë ta si kështë vrati kosh, se nështë ta ju kështë vrash, është një juve kam një vra. E kështë hogër njën një tjetërën. E për ata shqyqërë zëtë që ju një tash në sigur, ta do si vret, kush me dhonë me hongëri, dhonë me flajkë, dhonë të në i kene. Po mësë dili me përshtërsu shqiptar, edhe me marru shqiptar, edhe një bok të sene, për shkak se ta shënë Allahe. E kjo është që i ka 3, mësë vendi sa të da kekë për që. Po 2 vetë, ata që shikus të tyne qeni, ata së të gjitë të tyne, për fatë të keshë rujtë zotë juve të tonve, po i kine nuk ka necë. Jënë të shku për Dubai, e për fatë necit nuk i shiri monë për jetë të zhjole. Për i ka orë fundi që dhe njonit. A vëdënë, kjo është e vërteta.
Kjo është e vërteta, kjo është e vërteta që më du me thonë, nëse më shkruani sa të da ke kjo morronët.